Ministria e Arsimit dhe Shkencës sot ka shpallur konkursin për regjistrimin e nxënësve në shkollat e mesme publike për vitin akademik 2024-2025. Në konkurs janë tekstuar vendet e lira në shkollat e qytetit të Shkupit dhe komunat në mbar vendin për shkollat e mesme, arsimin profesional dhe artistik për shkollën e mesme matematiko-informatike, akademi sportive dhe për shkollat për mësim të nxënësve me nevoja të veçanta arsimore. Regjistrimi i nxënësve do të jetë elektronik përmes lidhjes në portalin e shërbimeve elektronike të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, uslugi.mon.gov.mk, me njoftim të veçantë për nxënësit e shkollave të mesme përmes llogarive të tyre përdoruese. Në periudhën e regjistrimit të qershorit janë 2 regjistrime elektronike. I pari do të jetë nga data 20 qershor deri më 25 qershor, kur do të dorëzohet në shkolla dokumentacioni i nevojshëm. Renditja përfundimtare nga regjistrimi i parë do të jetë më 26 qershor. Regjistrimi i dytë elektronik do të bëhet më datat 1 dhe 2 korrik 2024, kur edhe dokumentet do dorëzohen në shkolla, ndërsa listën përfundimtare të renditjes me rezultatet e regjistrimit dhe vendet e lira secila shkollë do t'i publikojë më 3 korrik të vitit 2024. Në afatin e regjistrimit në gusht, regjistrimi do të bëhet më 21 gusht të vitit 2024. Në konkurs janë përmbajtur kushtet dhe kriteret e regjistrimit, udhëzimet për zbatimin e konkursit, afatet e regjistrimit me detaje për kalimin e testeve kualifikuese dhe publikimin e rezultateve.